Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili Allahu na veçoi nga shumë krijesat e tij. Na mundsoi që të qëndrojmë në shtëpinë e tij në këtë muaj të bekuar, në këto neta të bereqetshme, inshallah. Ne edhe më tej vazhdojmë të jetojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të reguam se në rinin e pejgamberit Allahu transmetohen 3 ngjarje që kanë ndodhur para se pejgamberi Allahut të ngarkohet me një detyrë dhe t'i jepet një titull si pejgamber. E para nga ajo, si thamë se në moshën 20 vjeçar, pejgamberi Allahut merr pjesë në beslidhjen e ndershme që thot, sikur dhe sot të më ftonin do të mish në pjesë. Nga se kjo beslidhje ishte një lloj besatimi që me i dalë Zot dhe me i ndihmu viktimave që ju bëhen padrejti. Ka se pejgamberi Allahut ka thonë, ndihmoje vëllahun tanë nëse është viktim, po edhe nëse është mizor i padrejt. Tani ja Rasulullah, nëse është viktim e kuptoj se si të ndihmojmë nëse është zullumqar i padrejt. Ka thonë pejgamberi Allahut, ta pengojsh nga zullumi është të ndihmojsh vëllavin tanë që mos të bëhet zullum. E dita nga ajo që transmetohet në moshën 25 vjeç, pejgamberi Allahut martohet me Hatixhe. Shumë transmetime thojnë se Hatixhe në atë kohë kishte 20 vjeç. Ta pejgamberi Allahut ishte më i ri. Ndërsa Ibn Ishaqi thotë se Hatixhe në atë kohë ka pas 28 vjeç. Pra diferenca mes pejgamberit Allahut sipas Ibn Ishaqit ka qenë vetëm 3 vjeç. Dhe ndodhia e tretë që folëm rreth kësaj ishte 5 vjeç që thot Ibn Hajeri para se të shpallet pejgamberi Allahut si pejgamber. Pejgamberet Allahut të gjithë janë shpallur në moshën 20 vjeç. Përveç se Yahya. Allahu Azza wa Jall Yahyan e ka veçu dhe ka gredu me pejgamber qish në rini. Ndërsa për Isa ibn Meryemit, e vërteta se ka folë për një gjë. Mirë po unë anoj të mendimi se Isa ibn Meryemit është shpall pejgamber në moshën 20 vjeç. Dhe në moshën 80 vjeç është ngrit lart në qiell. Dhe në akhiri zaman ku të zbrese, Isa ibn Meryemit jeton dhe 20 vjetë, pa i ban 120 vjetë dhe vdes. Edhe pse ki transmetohet nga Aisha është si sipas muhaddithëve është i dopt, mirë po përputhet me atë të cilën kanë thonë dietarë. Për këtë arsye, si thot Ibn Kathiri, kush pretendon dhe mendon se Isai është ngrit në moshën 33 vjeç, vetëm se është ndiku nga krishterët. Pra ta thojnë se ne ku t'him xhenet 33 vjeç në moshën e Isai që është ngrit në qiell. Nuk është vërtet. Pra nuk është vërtet se në 33 vjeç është ngrit, se s'ka argument, si shtash Ibn Kathiri tregon se nuk e thot këta vetëm ai i cili është ndiku nga krishterët. Si dëgjohet pejgamberi Allahut në moshën 35 vjeç, merr pjesë në rindërtimin e qafës. Dhe dersën e kaluar treguam se shtëpia e parë në tokë që është ndërtuar për ibadet ka qenë qafi. Ndërsa shtëpia e parë në qiell që është ndërtuar për ibadet është Beitul Mamur. Thuhet se Beitul Mamur me ra Beitul Mamur prej larti bie mbi qafë.
Kjo i ban disa shkencëtarë bashkohor që thojnë se toka është e pa lëvizshme. Një ndër argumente se toka nuk lëviz, disa shkencëtarë bashkohor që i kundërshtojnë teorinë të cilën thuhet se toka rrotullohet, një ndër argumente që bazohen në ta është ki, se Bejtul Mamur me ra ben mbi qafë. Sigur të ishte rrotullu toka nuk ish mund që Bejtul Mamur të bjerë mbi qafë. Si të qoftë se kush e ka ndërtu i pari, kanë ndryshu mendimet e djetarët, si cekëm në dersën e kaluar. Po Ibn Kathiri ngull kam se Ibrahimi është i pari. Ndërsa për Xhamin e Aqsas, thot i pari që i ka nu themelët, është Jakubi a.s. Po çfarë boni Sulejmani? Thot e ka ndërtu. Pse thot Ibn Kathiri kështu? Thash për shkak hadithit e Budher el-Ghifariut që e pyeti pejgamberin Allahu dhe i tha cila është shtëpia e parë që është ndërtu. Shtëpia e parë për ibadet që thot Ali ibn Abi Talib. Ka thënë qapi. Pastaj cila shtëpi është ndërtu për ibadet pas qapës. Ka thënë Mesjidul Aqsa. Pra Xhamia Aqsas. Sa ka qenë diferenca thos mes ndërtimit të qapës dhe Aqsas thot 20 vite. 40 vite. Pra Ibrahimi ka pas Ismailin dhe Ishaq. Nipi Ibrahimit është Jakubi që i ka thonë Israil. Pse i ka thonë Israil? Për shkak se Israil do me thonë Abdullah në i të. Fjale Israil me përkëthim gjuhën tonë për robi Allah. Për shkak se Jakubi e ka ndërtu Mesjidul Aqsa si thuhet ke transmetim për ibadet. Dhe ka qenë i veçuar me ibadet. Dhe ka jetu normal, si që dim se Jakubi a.s. ka jetu në Palestinë. Dhe kjo në xhamia e robëruar, që kanë ozërpu që i futët, lusëm Allah në zogjët, që Allah të në mundëson të mërmi pjesë në doa në Sulejmani a.s. që i buni do dhe tha lusë Allahun Azza wa Jell që nuk e viziton një njeri Xhamin e Aqsas e të ban namaz në ta, vetëm Allahu ta kthen në shtëpi të pastruar nga gjithë gjuno. Allahun Azza wa Jell lusmi që Allahu t'ja mundson gjithë muslimanëve ta vizitojnë këtë vend dhe këto janë 3 xhamiet e shenjta si që i dim. Pra, Qabja është ndërtu, është rindërtu, mund të themi, në kohën e Ibrahimit, apo është ndërtu në kohën e Ibrahimit. Pasi që ka ndërtu, kanë po doa që Allahu Azza wa Jell të pranon. Dhe Allahu Azza wa Jell e ka pranon, dhe treguam për gurin e zi, që guri i zi ka qenë shenjë që pejgamberin Allahut, kur e rindërtuar në kohën e tij, kur u rënu Qabja, kur mundën të meramatojnë Qabën, ranë konflikt fisët arabe se cili për atinve do të anon gurin e zi s'ka. Cili ka ndërë që të anon gurin e zi. Dhe hinën belau arabët, deri sa ishtin në dur në gjakë që në kuptonin se arabët, kur i ishtin në dur në gjakë, do të që ja këna me arrit qëllimin tonë, ja këna me derë gjokë. Dhe për mërë Allah të shunë këtë belau. Me shuarjen e kësej belaje, për mërë Allah dalohet qënë i ri nga mesin e kurejshve, si që dalohen kurejshet në mesin arabë. Kurejshet gëzonin autoritet të madhë mesin arabë. Po për mërë Allah prej moshës 35 vjetë filloj të gëzoja autoritet. Deri sa që ka tha për mërë Allah. Ta sot e kësaj dite tha e njof një guri që kur kalosha pran ati i mirë ke selam. Cili ka qenë një guri që i ka thonë selam pejgamberit Allahut para se marrë pejgamber. Guri zi. Kur kalon te pejgamberi Allahut para guri zi, ne dhe guri zi kur i parë ka qenë në atë kohë, i jepte selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte ndërtimi i Qabës dhe thash Qabja nuk u ndërtu siç ishte në kohën e Ibrahimit. Në kohën e Ibrahimit ishte me 2 dyrë, dyert i kishin poshtë, ka derë tash, dhe përballë asaj ishte një derë tjetër. Që ishin njerëz kiton, dilshin ka ju qëtër. Mirë, po Kurejshit e ngritën thasë se kjo është shtëpi e shenjtë, tempull i shenjtë për ne. Dhe ngrejnë mina derën, e shtim ka ndoj mremna
dhe jam qenë i derën ku i doj. Dhe kjo është në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e çliroi Mekën, u nal në skaj të Mekës dhe e tha një hadith të pejgamberit Allahu që transmeton Aisha dhe tha: "Oj Aisha, sikur që populli yt mos kishte qenë i ri në Islam, do të kishte na unu me shemë dhe qafë." Pse ja Rasulullah? Ta kam dëshirë që të qafja të ishte ndërtu në themelet e Ibrahimit a.s. dhe ti pose do në dyrë që këto dyrë të shlohen poshtë dhe mos të jetë qaba tempull vend i shenjtë i privatizuar, po t'hin këtë musliman mrena, duaj namaz dhe dalin ato. Ama pse se boni për mërë? Dhe vetëm në gjohën kalon për mërë Allahu dhe neve mesazh ka thonë se populli jot i rinë Islam, çka thotë kena i prish i krejt. Edhe ata që e çmojshmi dhe që po na urnon me çmu, edhe ata e shehemi, e lapojmë. Ka sende të cilët duhet mi vënu. Me mësoj për mërë Allahu, është mirë me bo, a mo ban me vënu. Pse me vënu? Pse njerëzit ke kuptojnë. Njerëzit se në gjendje të kuptojnë. Për këtë arsye, gradualisht ato arrin. Dhe në vitin 73 ndodhi një lloj bojkoti ju bo Abdullah ibn Zubairit. Abdullah ibn Zubairi ishte nipi i kujt Ebu Bekr Sidikut, gjali Esmas. Esmaja dhe Aisha ishin motra prej babe, jo prej nënë. Se Ebu Bekr Sidiku, kur ka pranu Islamin, i ka pas digra. Njënën atin nënën e Aishës, Roman, dhe dytën Asma, nënën e Esmas. Nënën e Aishës, gjyshja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pat pranu Islamin për fillim. Ndërsa gruaja e dytë, Ebu Bekr Sidiku, se pat pranu Islamin deri në vitin 6 të Hijrit. Sa vetë pive? Nën më dhe vetë mas i kardë Islam. Me pas dhunë në Islam, Ebu Bekri e kështë që ja kërë në vetë me pranu Islamin një kur. Para ta Esmaja radiallahu anha, e cila u pat martu me Zubair ibn Awamin, kur patalën në vetë të vizitojë në Medine, kur e patë e dera se ka arë, tha në këpër, musliman. Pse? Të vetë për nga mërën Allahut, a lejohet me të pranu mrejnë ajo. Dhe i tha ja Rasulullah, nëna ime ka arë vizit, shpresoj që ka do me thonë mendim të mirë për Islamin. A ta pranoj mrejnë ajo? Ta po, ma i lidhjet me përifesni, ma i lidhjet me tëtë. Dhe pranon e s'moj mrejnë. Pra nona e Esmas e ka pranu Islamin vogël, gruaja kujt? Ebu Bekr Siddik. Për këtë arsye, i pari fëmijë që ka lind prej fëmijëve të muhaxhirëve në Medinë ka qenë Abdullah ibn Zubairi. Dhe musliman janë gëzu pa mos, a di për shka? Për shkak se muhaxhirët kur kanë ardhur në Medinë, i kanë thonë që futët se ne ju kena bo magji juve. Dhe për juve nuk ka me lind asë një gjallë, asë një fëmijë. Dhe i pari fëmijë që ka lind është Abdullah ibn Zubairi. Abdullah ibn Zubairi. Dhe Abdullah ibn Zubairi ku ka lindër, janë gëzu muhaxhirët për shkak se pretendimi që futëve që kanë këtonë që ju këna bo magji, ka të shtu, i paranë në nullë. Si do qoftë, ju e dinë Ali ibn Abi Talib, Muavije, ka qenë pas Muavijes, e ka caktu Muavije Jezid djalin e vetë. Dhe Abdullah ibn Zubairi ka qenë në Mekë. Dhe Abdullah ibn Zubairi ka pa ma të arsishme, ma meritor, me qenë khalife muslimanve, Abdullah ibn Zubairi. Dhe kështu jam në bëjtë sahaba. Dhe Abdullah ibn Zubairi në kanë shpallë si khalife i cili e ka pas epicendrën në Mekë. Mirë pa Abdullah ibn Marwani në atë kohë, e dërgon një ushtri me Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu. Dhe Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu në sulmon Abdullah ibn Zubairi. Abdullah ibn Zubairi në sulmon, dhe më thonë që e sulmon derisa e sulmon të qopë, dhe shemë qopë, prishu qopë. Dhe kja ndërtimi tretë, në kone
Ibrahimit, kohën e pejgamberit 35 vjeç, dhe në kohën e Abdullah ibn Zubairit. Kohën e Abdullah ibn Zubairit i mbledh sahabët dhe thotë çfarë mendoni të bëjmë me Qabën? Ata merametoj apo ta prishi dhe ta rindërtoj? Do kanë thonë se merametoj, mos e prek Qabën, leje qështu, dhe ki ka qenë mendimi Abdullah ibn Abbasit, sa më kujtohet disa sahabë. Abdullah ibn Zubairit ka thonë, më ju pas prish juve shtëpia ju, a e kishti merametu, apo e kishti shemi, kishti ndërë, ja vëllah, të shtëpia tonë, të shtëpia Allah, të shma merito. Mirë pa Abdullah ibn Zubairit, pse janë tutën, se për prekin Qabën, a kuptonë se prisnë të një bela. Dhe Abdullah ibn Zubairit ka ndëgju një hadith të pejgamberit Allahut, dhe ka mendu Abdullah ibn Zubairit se ki hadith është i përshtatshëm në qatë kohën e ti. Ka thonë pejgamberi Allahut, sikur që pe shoh piktu një Etiopian, i cili ka hip mbi Qabë dhe e shem Qabën gur pas guri. Në cilën anë ja Rasulullah? Ka rukën në Jemen. Rukën në Jemen, ato që shkojnë, guri zi, edhe është një qosh, një skenjë që përmenë. Dhe Abdullah ibn Zubairit ka mendu se kjo është koha që pejgamberi Allahut ka paralajmëruar, ai që e shem Qabën është një Etiopian zezak i cili vjen dhe e shem. Dhe ka paguajt lënë tipe Qabën për me Qabën, edhe u don ta shem me Qabën që ta rindërtohet. Dhe Abdullah ibn Zubairit ka thonë, dhe unë sot masi në rasti për me shem Qabën do të rindërtoj dhe do që realizoj ëndrrën pejgamberit Allah. Çelën ëndër, ta do të rindërtoj Qabën themelet e Ibrahimit a.s. dhe dirë të rizbres poshtë që t'hinë njerëzit nga një anë ka qëtra onë të tërë. Dhe vërtet ndodhë ashtu. E shem Qabën, nuk ndodhë asgjë, dhe një çështje tragjike se do vëdhërë që me kasit janë frikë me Abraham që ka ndodhë. Tamam? Edhe mas e shem Qabën e ndërton, edhe i ban 6 tilla mrenë, se kanë lu Qabën, dhe i ban një pashkall me dalë nalt, dhe 6 tilla mrena, e kanë mbulu Qabën që mos tin hajnat i vjedhin pasurinë e Qabës që ka qenë mrena. Abdullah ibn Zubairit e realizon atë që pejgamberi Allahut ka pas dëshirë. Mirë, po çka ndodh mas 2 viteve, e mbysin Abdullah ibn Zubairit. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu e mbyt Abdullah ibn Zubairin dhe e varë. Dhe i thot Esmas, ende gjallë ishte bia e Abu Bekrit, amo Esmaja ka qenë trimresh. Ka thonë, e dil, këshire që i kam bojë gjelit tërë. Esmaja ka thonë, unë e sem të orë, po si du shti hajti këtë. Ka thonë, a do të vim, a do të ngrej zhak për flokë. Ka thonë, bia Abu Bekrit, ka thonë, nuk ngrejt për flokë. Zore ki jeti me ngrejt bia Abu Bekrit. Edhe ka shku Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu e ka takuar Esman, ka thonë, çka të duk ajo që i bona me gjelin tënë? Ka thonë, gjeli tim ja ki prish dunjon që gjeli im ka me ta prish ahiret. Gjeli tim ja ki prish dunjon, ama gjeli im ka me ta prish di ahiret. Bikën Abdullah ibn Zubairin, pastaj Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu i dërgon një letër Abdul Malik Mirwan, i thotë se Abdullah ibn Zubairit jo vetëm që ka bon grushtet, kushtimisht revolucion, po aje ka prishë dhe Qabën, se kalon në ato ashtu si që ka qenë kërë me Omer. Dhe Abdul Malik ibn Marwani me pa di, i thot që ata shenë i thot ta rindërtoj, që ka qenë, pra para se marrë për Omer Allah, ka thonë mos e shemë, mirë po përmisoj, do të në shemë e të pjesë që i ka shtu, lartësin lejse, lartësin do me thonë që ka qenë 6 metrë 30 cm, pastaj Abdullah ibn Zubairit ka qenë 12 metrë. 12 metrë e 60 cm, afërsisht, e ka lartësu. Ka thonë, derën këthejë si ka qenë, mbyllë që të rënderi. Heki 3 shtilla, lej veç 3 shtilla mrenë. Ta mrenë në Qabë, janë 3 shtilla. Pejgamberi Allahut ka i mrenë në 2 shtillave a falë. Kjo vjen me ne. Për me ditë, për çka këse unë e pelit diket, për çka këse ne, deri se në arshëm vetëm se do të fillojmë me shpalljen e pejgamberit Allahut, edhe na duhen shumë këto sende mi ditën, për shkak se pse kjo dhe pse ajo dhe kështu me radhë. Për këtë arsye do të thonë që e përmison edhe pastaj Abdul Malik ibn Marwani kur vjen në haxh e kur i gjojnë e qortojnë sahabët. Dhe i thojnë se s'ter marrën me bon
këtë kerim që pejgamberi Allahu ka pas dëshirë të realizohet, nuk kam ditë, nuk kam pas haber për këtë ditë. Ta kisha ditë e kisha lënë që gjendje. Pastaj vjen Harun Rashidi. Kjo ishte kupton hera 4 që përmirësohet qabi. Harun Rashidi vendos që ta kthen qabën themelët e Ibrahimit alayhis salam. Ta kthen që shka pas dëshirë pejgamberi Allahu. Ama Imam Malik ishte gjallë. Dhe atë kohë pa dhënë fetva hoxha sa po kurxhum. Qeveritarët s'kan pas pesh. Qeveritarët kanë qenë vetëm lodhur. Do të thonë që s'kan pas kurrë për pesh. Hoxhallarët janë ata të cilët e kanë vdhëj umet. Për shkak se ato kanë pas ndikimin më të madh, ato kanë vendosur dhe pa dhënë fetva hoxha s'ka pas shanca dikush deri qeveritar për të morën një hap. Derisa Imam Malik e kanë arrë, çuditës për çka e kanë. E ka shtim burg Imam Malik për një fetva për çështjen e shkurëzimit të talakit. E kanë vetë Imam Malik i ka thonë nëse burri ka imponim për të shlu grujën, a konsiderohet talak? Ka thënë jo. E kanë shtim burg i kanë marrë. A di pse? Se kjo ka, nëse gruaja nuk shlohet për shkak imponimit. Ju qeveritar që në imin një besatimin me zorë, a las hiç si u fermati. Do me thonë që ato e ka kuptu, ka thonë nëse e mormi këtë fetoj Imam Malik, shtina ku të shkojnë njerëz dhe ku t'ja imponojmë ju me ma thonë besatimin, a ku dojnë, ato ala ma hiç ngojnë. Ka thonë në grujën e ke pasis s'ven konsiderat e ti mu. Do thonë që çështë e qeveritar faktikisht ka qenë shumë të dobët. Në sistemin islam, qeveritarët janë njerëz më të dobët si përveçën tukë. Njerëz më të dobët, nuk kanë kompetenca sheriatike ata, për shkak se Allahu ja ka marrë krejt këtë kompetencë. Dhe e ka dhënë xhallarë për sqarim. Aso xhallarë nuk kanë kompetencë, ato e sqarojnë sheriatin e Allahut. Mirë, kompetencët i kanë xhallarët më shumë se sa qeveritarët. Nëse sistemin demokratik, ato alhamdulillah këti kanë. E kanë qeverinë, e kanë parlamentin, e kanë gjykatën, i kanë mediat, i kanë trupin ekzekutiv, neve na kanë qole. A din çka qole? Rob. Na amin. Ligj me ligj. Me drejt. Ta shkruajnë fakturën. Ta që vënëja ka para po. Që këtë mu ju ka ndosh që kaq? Që kaq? Mos thuj që këna verë. Atë ka orë letra, rëshenje po. E telefonin të mobile, se s'bendroni një operator që qeveria ka para po qështu. Po ta di me 18%, as ban me 17%. A para po? Na, transparent jemi. Kejt me dokument. Po mirë këtë putarinë në rrugën që e paguim. A nuk e paguim njerë dogonën edhe ti shkun putarinë me paguim? Po dë, po qeveria ka para po. Po ku ta registrojmë kërën? Pra putarinë, pra të rrugë ka paguim. Po ku qkojsh ti në shkup? Pra pagun edhe në fund s'ki autoban. Me dokument, ja, na jena transparent, mos e bet dikosh për na ban me gisht. Një me ku do na prish pak se ti ktheje sa ku do na automoni, amo në reqët këto 50 veti kena zërë. Mas 50 vetëve. E kini me pa, ku me ka me shku me qëtënin. Qështje e ke pasin do thonë që kjo nuk kanë shëriat. Kjo në shëriat nuk i kanë këto kompetencë që virtuat. Edhe me dash. Pse? Se Allahu të vëgjerës ma kalon asë muja së ti. Allahu ka thonë që kjo është drejtësia. Si për ty, si për mu. Si për qeveritarin, si për atë qollën. Krejt barabartë para ligjit jena. Si do që o vëllë dhe të ndërshëm, pra Abdullah Zubejri në bytë, Harun Rashidi vendosi të rëndërën qabën, e pyeti Imam Malik thot, mos e bani qabën lodër të mbretave, si cili mbret që vjen e rëzor dhe ndërton. Dhe kështu keni me e hupën madhërin e qabës, dhe pe asaj dite nga ngellë qështu. Kush ka ndërhi, veç ka bon përmisime, mo qabja nuk drishon. Deri para ditës kiametit, deri se Allahu Azza wa Jall të ban leje që të eksiston, e kjo është tempulli shenjtë, shtëpia e parë që Allahu Azza wa Jall e ka ndërtu për ibadet dhe i ka shumë fishush për blimet në ta, e në veçanti në Ramazan që thot pejgamberi Allahut, kush e krin umrën në Ramazan e ka shpërblimin si me kri një haqë apo një haqë me mu. Allahu ja mundsohet gjithë inshallah me bo umrë Ramazan dhe jashtë Ramazanit edhe haqin. Allahu na i pranoj